Vllaznimi i cili pas 29 viteve është në finale të një gare apo Sigal Prishtina, skuadra më e trofeshme e gjitha kohëve basketbollit pavarur kosovar me 40 trofe, e cila finales së Ligës Unike ja bën sefte. Cila nga këto dy skuadra do të ngrit këte trofe të bukur dhe shumë të shmuar të ligës e cila ka bashku sportin barkombëtar shqiptar. Kjo mbetet të shihet pas 40 minutave fantastike basketbolistike të finales Ligës Unike. Adhurues basketbollit mi mbroma mirë serdhet, ku do që jenin këto qaste duke na shiku Kosovë, Shqipëri, trojet etnike, Evropë apo Amerikë. Mirë serdhet në duelin vllaznimi Sigal Prishtina, direkt nga palestra e Pallatit të Rinjës dhe Sporteve në Prishtinë, ku sonte me ju jam unë Agon Femiu. Vllaznimi dhe Sigal Prishtina po ja bëjnë sefte finales së Ligës Unike. Vllaznimi si debutuese e kësaj gare me të parën e në finale nga ana tjetër Sigal Prishtina, e cila ka fituar krejt çka mund të fitohet në basketbollin kosovar me rekordin prej 40 trofeve si skuadra më e trofeshme në historitë basketbollit ton, me 14 tituj kampioni, 15 kupa, 8 superkupa, 3 liga balkanike, në sirtarin e vet nuk e ka këtë trofe të çmueshëm dhe sonte do të lufton për trofeun e 41. Pra vllaznimi si debutuese e kësaj gare po vjen sonte me finalin e parë pas plot 29 viteve. Pra 29 vite për herë të funit në finale ishte në Kupën e Kosovës 1996, kur aso kohë pra edhe fitoi atë garë, ishte trofeu i dytë në histori të klubit. Pas luftës asnjëherë më nuk u gjend në finale dhe nuk fitoi trofe. Pas dueli dramatik gjysmë final kundër Golden Eagle Yllit, të cilin e fituan në sekondat e fundit me rezultat maksimalisht minimal 76-75, Kuqezin të Gjakovë siguruan finalin e parë. Çfarëdo gare pas vitit 96, hera e fundit kur Kuqezin pra ishin në finale, ishte viti largët i para luftës, para 29 viteve, edicion ky kur vllaznimi edhe fitoi kupën. Po ashtu duhet thënë se vllaznimi ka fituar kupën edhe në vitin 1991-92, pasi Kuqezin të fituan kupën edhe në edicionin e parë, pra të vitit 92, më pas vitin 96, kështu Kuqezin janë në gjah për trofeun e tretë në histori të klubit edhe të parin pas lufte. Po i shohim këtu edhe lojtarët e skuadrës Beslidhjes, të cilët mbrëm pra u eliminuan nga Sigal Prishtina, ndërsa si thash vllaznimi e eliminoi Golden Eagle Yllin. Vllaznimi e fitoi dramën kundër Golden Eagle Yllit me koshin pas kërcimit në sulm të qendrës Jason Gjitobo 5 sekonda pa përfunduar ndeshja, dhe kështu nigeriani doli të jetë heroi gjakovarëve pasi u siguroi finalin e parë të çfarëdo gare plot 29 viteve pat në ekranin tuaj. Më i dalluari në fitoren e djeshme ishte Trey Anderson me 23 pike 7 kërcime, Helms shtoi 19 pike 7 kërcime, ndërsa heroi ndeshjes giganti Gjitobo, të cilin po e shihni, luajti me 17 pikë dhe saksi gati perfekte pasi realizoi 7 nga 8 tentimet për 2 pikë dhe një herësh realizoi edhe 7 kërcime. Në anën tjetër, gjysmë finalen tjetër, Sigal Prishtina e mposhti Beslidhjen e Lezhës me rezultat 81-67 pas një dueli fantastik ku Prishtinasit në fillim pjesës së dytë u shkëputën deri në 19 pike përsi, mirë po Lezhësit nuk u dorëzuan duke përmbysur gjithçka, madje edhe kaluan e përsi prej 3 pikëve, kur kishin mbetur edhe 6 minuta deri në fund, por përgjigja e parë dhe kaltërve ishte e stuhishme, sepse në ato 6 minutat e fundit realizuan serin prej 21-4 për fitoren e cila u asiguroi finalen e parë në histori të klubit në Ligën Unike. Davis ishte më i dalluari me 19 pikë, 6 kërcime, 5 asistime, ndërsa patjetër duhet veçu lojën e shkëlqyeshme të djaloshit të ri qendrës 209 cm-she Dion Sheqirit, i cili shtoi 11 pike, 6 kërcime. Muhamed Ali Janjeva po ashtu realizoi pikë 2 shifrore, 2 majtësosh, kurse luftëtari Shkodron Lekëndreja ashtu si edhe premtoi të hënën në asist, kur në studio u përball me ish trajnerin e tij, mësuesin e tij dhe trajnerin e Beslidhjes Afrim Bilalin, e plotësoi pra e mbajti fjalën e tij, luajti mirë me 10 pikë, 4 kërcime, 3 asistime për të kaluar në finale duke eliminuar pra trajnerin e tij Afrim Bilalin, i cili
sonte nuk e zhvilloi ndeshjen, pra Bestlidhja nuk e zhvilloi ndeshjen për vendin e tretë, pasi ajo ndeshje u anullua. Të themi, është kjo finalja e 4 e Ligës Unike, garës e cila bëri bashkimin historik të sportit mbarkumtar shqiptar, ku skuadra e cila u eliminua dje nga vllaznimi në gjysmë finale, Golden Eagle Ylli i Therandës, mban rekordin e paraqitjes në të trija finalet e deri tashme dhe ishte skuadra e cila edhe ka fituar titullin e parë historik me 14 prill 2021 në atë finalin fantastike dhe dramatike në palestrën Dimitrash Gogan Durrës, kur e mposhti PEN me rezultat ngushtë 82-79. Ndërkohë, me 22 prill 2022, Ylli dhe PEA u ndeshën edhe një herë në finalen e Ligës Unike, por kësaj radhe pejanët u revanshuan duke fituar titullin e kampionit dhe atë para publikut të vet në Karagaq. Siç e dini, 2023-ën Liga Unike nuk zhvilloi garat për shkak të mos organizimit të skuadrave nga Shqipëria, por aktivitetet vazhduan vitin e kaluar, ku në mars të 2024-ës në Vlorë u organizua Final 8 i Ligës Unike në formë të turneu dhe një festivali të bukur të basketbollit mbarkumtar shqiptar, me nga 4 skuadra më të suksesshme nga Kosova e Shqipëria, kurse në fund në finale u ndeshën përsëri Golden Eagle Ylli, e cila për herë të tretë u kualifikua në finale, dhe Trepqa, pas edhe një finale fantastike dhe dramatike, cila u vendos në sekondat e fundit me treshën e fundorit Mitrovicës Darnëlezh për fitoren maksimalisht të ngushtë të Trepqës me rezultat 67-66. Kështu pra, në 3 edicionet e para të Ligës Unike kemi 3 fitues të ndryshëm, Yllin, PEN edhe Trepqën. Si vjet fituesi do të jetë një skuadër e 4, e cila kur më herët pra nuk e ka ngritur këtë trofe duke i bërë sefte. Kjo do të jetë një përballje midis 2 skuadrave që si vjet kanë treguar rivalitet të madh në Pro Credit Super League dhe tash po takohen në finalen e Ligës Unike në përballjen e 4 midis këtyre 2 skuadrave. Adhurues të basketbollit, po shohim që koha në semafor është shtyr për edhe dikun rreth 10 minuta shtes, sigurisht se kjo nuk ishte e planifikuar, por sipas gjitha gjasave do të kemi diçka në program, ja, dal nga dal, edhe atje është Martina Hasani, organizatorja, shefe e Këshillit Organizativ të kësaj gare, me trofeun e Ligës Unike, këtë trofe të bukur i cili pra i mungon Sigal Prishtinës, e cila ka fituar tash edhe në fillim 40 trofe deri tash në të gjitha garat, 14 tituj kampioni, 15 kupa të Kosovës, 8 Superkupa dhe 3 Liga Ballkanike, mirë po në sirtarin e vet nuk e ka këtë trofe të çmueshëm dhe sonte do të lufton që këtë numër 40 që po e shihni nalt me e bë 41, mirë po në këtë rukëtim do të ketë shumë të lashe, sepse skuadra e cila si vjet po përjeton një rilindje, një renesans, Kuqezin të Gjakovës, që për herë të parë pas plot 29 viteve janë në një finale të çfarëdo gare, do të jenë are fort dhe do të synojnë që qytetit Kuqezi Jakovës t'ja kthejnë një trofe pas gati 3 dekadave. Aty po shohim edhe trofeun e Ligës Unike, i cili së shpejti pra do të prezantohet aty në mesin e fushës. Kapiteni Ati Koshi i koncentruar maksimalisht. Thash edhe parës, këto 2 skuadra si vjet janë takuar dhe kanë treguar rivalitet të madh në Pro Credit Super League. 3 herë janë takuar deri tash në finalen e Ligës Unike, në përballjen e 4 midis këtyre 2 skuadrave si vjet pra po takohen sonte. Deri tash ndeshjen e parë në Prishtinë fituan Kuqezin me rezultat 85-101, pra ishte me 28 tetor në kuadër të Superligës. Dominuan absolutisht lojtarët e vllaznimit në brendit trapezit me 56 pikë të realizuar, përkundër vetëm 36 të Prishtinës. Një herët duke dominuar në kërcime në sulm, 25-14, kurse snajperistat e Gjakovare në ndeshjen e 28 tetorit e kam fjalën në kuadër të xhirës së 7, pra ishim fenomenal me një efikasitet fantastik, duke qelluar 10 nga 17 treshe. Trey Anderson me 22 pikë dhe ish playmakeri nigeriano-kanadez Mike Nuga
me 15.5 asistime ishin më të mirët për një çast e patë edhe organizatorin dhe trurin e skuadrës gjakovare Don Poloshkën, ish lojtarin e Prishtinës dhe dal nga dal po përgatitemi edhe për fillimin e këtij dueli fantastik. 12 minuta e 30 sekonda deri në fillim të ndeshjes. As shumë të pritur për të dyja skuadrat. Finale në të cilën pra edhe pamja fenomenale, sikurse në NBA natyrisht kjo është krejt tjetër nivel, krejt tjetër dimension në Art Motion, duke i falenderuar edhe ekipit të realizues të Oksigjenit. 12 minuta 16 sekonda, numërimi mbrapsht ka filluar deri në start të finales së Final Fourit 2025 në Prishtinë, ku do të takohen vllaznimi dhe Sigal Prishtina për këtë trofe të bukur të garës e cila bashkoi sportin barkombëtar shqiptar në përgjithësi e basketbollin në veçanti. Valluesi basketbolli çdo që është e gatshme, do të kemi edhe prezantimin e lojtarëve të dyja skuadrave dhe për disa çaste do të kemi fillimisht skuadrën mysafire sonte, që do të jetë Sigal Prishtina, pasi vllazimi e fitoi ndeshjen e parë, gjysmëfinalen e parë, dhe sonte në Prishtinë do të jetë Niko Qire natyrisht. Sigal Prishtina që e fitoi duelin e dytë kundër Beslidhjes tash në atë ndeshje me të vërtet jashtëzakonisht dramatike, me atë serim fenomenale për 21-4 në 6 minutat e fundit. Ai i cili mbrëm shkëlqeu dhe në befasoi këndshëm për të mirë ishte qendra 21 vjeçari i riu Dion Sheshiri, sidomos me atë shpërtimin e tij në çerekun e parë dhe e arsyetoi besimin edhe nga trajneri Murat Bilge. Ju lutem për bankomendje vim jenë finale e Final Four ligës për jetë të bankomendje e Sigal Prishtinës. I ftojmë musafirët e parë. Këtë vllaznimi jenë me kapitenin Adem Koshi. Sonte vllaznimin do po e prezantojnë, edhe pse vllaznimi është Niko Qir, sidoqoftë Ati Koshi me numër 11 si kapiten, Anton Walker me numër 0, numër 1 Arjan Azemi, 2 Ambri Pedra, 3 Trey Anderson, 5 Fusnik Bakali, 6 Eden Cingu, 9 Jericho Helms, numër 15 për Sinani, 33 Jason Chitobo dhe numër 44 Don Poloshka, trajner Jeronimo Sharini, mendimësit e tij Doran Hanën, Driton Racin dhe natyrisht edhe Shkopin Kumnovën. Dhe
tani shkon edhe prezantimi i Sigal Prishtinës. Kapiteni Fisnik Rugova. Me numër 0, Dion Sheshiri. Numër 1, Fatin Shoshaj. Me numër 2, Ricky Tarrant. Me numër 3, Jon Ismaili. Me numër 5, Dante Clark. 11, Jordan Davis. Me 12, Rashid Malbashiqi. Numër 13, Daniel Lekëndreaj. 17, Norik Pinqer. 21, Gjoshen Zakor. Dhe numër 23, Muhamed Ali Anjeva. Trajneri i skuadrës është Murat Bilge, me ndihmësit e tij Albert Sulejmanin dhe Laurent Ibrahimin. Adhurues të basketbollit, çdo gjë e gatshme po fillimin e këtij dueli. Natyrisht së pari do të dëgjojmë intonimin e hymneve të dyja shteteve tona, Kosovës dhe Shqipërisë. Çdo gjë e gatshme thash edhe një herë për finalen e Ligës Unike. Vllaznimi pas 29 viteve në një finale të një gare, apo Sigal Prishtina, skuadra më e trofeshme e gjitha kohëve e basketbollit pavarur kosovar, me 14 trofe, e cila finales së Ligës Unike sonte po ja bën sefte. Të shohim edhe cila do të jenë 5 startuese. Vllaznimi, sipas gjitha gjasave, do të startoj me Andersonin, Hellemsen, Poshin Gjitobon dhe Don Poloshkën. Sigal Prishtina me Ricky Tarantin, Fisnik Rugovën, Jordan Davisin, Rashid Malbashiqin dhe Daniel Lekëndreajn, dhe edhe një herë të dëgjojmë edhe intonimin e himnit dhe këndimin nga plisët.
Deri në fillim të duelit thash, kjo ndeshje sonte është dueli i 4 direkt mes të vllazënimit dhe Sigal Prishtinës si vjet 3 herë janë takuar në kuadër të Superligës. Me 28 tetor fitoi vllazënimi me rezultat 101-85, duke i falenderuar lojës së shkëlqyeshme të Trey Andersonit me 22 pikë dhe ish playmakerit nigeriano-kanadez Mike Nugës 15 pikë e 5 asistime. Vllazënimi fitoi edhe duelin e 29 dhjetorit, pra në vigjilje të vitit të ri, vllazënimi poshti Prishtinën për herë të dytë si vetë kësaj herë në Gjakov, duke shënu përsëri 100 pikë, kësaj herë 187, dominoi në kërcime dhe asistime, ndërsa ky njeri që po e shihni Helms me 20 pikë e 7 kërcime ishte lider në fitore, qendra nigeriane, e cila mbrëm ishte heroi fitores në gjysmëfinalen ndaj Yllit, Jason Jitobo, luajti me 20 pikë e 6 kërcime. Te Prishtina u dalluar Ricky Tarrant me 29 pikë e 8 asistime dhe qendra Mzakor me 15 pikë e 7 kërcime. Edhe dueli i fundit ishte dueli i tretë, pra ishte si vjet e treta vërteta për Prishtina, siç poshtë vllazënimin në kryeqytet për ditën e Shën Valentinit, pra me 14 shkurt, përsëri duke shënuar numër identik të pikëve, 85-sh, pra Prishtina kundër vllazënimit si vjet s'ja ka shkosh 85 pikëshit. Mirë, po kësaj radhe e ndari vllazënimin në vetëm 77, nuk lejuan që Kuqezin të shkojnë në 100 pikë sikurse në 2 ndeshjet e para. Më i merituari për atë trofe ishte Lek Andreaj me 14 pikë dhe 2 shtatëshe të kërcimeve dhe asistimeve. Transferi i ri qendra Mallbashiqi luajti me double-double, 16 pikë dhe 10 kërcime, kurse Zakor kontribui me 17. Helms edhe një herë me radhë ishte më i miri me 19 dhe Anderson shtoi 17. Adhurues të basketbollit, pas kësaj disfate, vëtën se vllazënimi psoi edhe 3 disfata tjera, apo në total 4 rresht, të gjithat nga skuadrat e 4 së madhe, pra pas Prishtinës, psoi edhe nga Peja Bashkimi e Trepça, dhe sikurse kemi diskutuar shumë herë, gjëre gjatë këto disfata të vllazënimit nuk kanë ardhur vetëm si pasojë e lojës së mirë të rivalëve, por edhe për shkak të referimit në dëm të kuqezinëve, që kishin startuar shumë më mirë në pranverë me 5 fitore, 2 humbje, por ato 4 humbje rreshtua mohuan ndoshta edhe një pozitë në mesin e top 3 skuadrave të Superligës. Liresh mund të themi se prej se ka ardhur Sharini në krye të vllazënimit, skuadra ka përjetuar një rilindje dhe po luan finalin e parë të ndonjë gare pas plot 29 viteve. Nga ana tjetër, Sigal Prishtina, të cilën në sërtarin e vet super pasur me 4 trofe si skuadra më e trofeshme kosovare gjitha kohëve, e i mungon titulli kampion i ligës unike, synon të pasuroj thesarin e vet me edhe këtë trofe të bukur. Aktualisht Prishtina si ka një pranverë fenomenale me 10 fitore, 1 humbje në Superligë dhe 2 fitore, 1 humbje në ligën unike, me një total prej 12 fitoreve dhe vetëm 2 humbjeve, ku ndeshja sotme do t'jete 15 në pranverë, e do të shohim nëse do t'i sjell fat dhe trofeun shumë të kërkuar që po i mungon thesarit të pasur bardhë e kaltër. Prishtina si t'hynë sonte në këtë duel pas 2 fitoreve të mëdha kundër Trepçës në El Klasiko në zhvilluar dielën dhe mbrëm në gjysmëfinale ku e eliminuan Beslidhjen. Adhurues basketbollit, një gjë është e sigurt, po na pret edhe një mbrëmje fenomenale edhe shumë kënaqësi e bukuri basketbolli, këtu në adresën numër 1 të sportit në Shqiptari dhe vendin ku ra zemra e basketbollit në vendin ton, Art Motion. Peshë startuese po e shohim në parket për Sigal Prishtinën, Tarrant Rugova, Davis Mallbashiq dhe Lek Andreaj. Anën tjetër për vllazënimin Anderson Helms, Koshi Jitobo dhe Do Poloshka, çdo gjë e gatshme. Referët e kësaj ndeshje janë Artan Gashi me ndihmësit Edison Gjonin dhe Adhe Goçajn, dhe komisioneri i ndeshjes Haredin Zeka nga Peja për mrekulli atje me të parën dhe për tën si raket në trapez atje Helms dhe realizon pikët e para për Epërsim prej 2-0. Bukur atje, mbrojtje e fort Davis. Dueli 2-11-sheve, Koshi e pengoj atje. I vetmuar ati ku tenton për 3 pik, nuk realizon, ishte i hapur, i vetëm atje. Davis, Lek Andreaj shkon dhe kërkon topin, Helms është pranë
Lekëndreajt. Ruhova për blok tek Hellemsi, Anderson dhe Lekëndreaj. Blokad atje. Ja dërgon topin në publik. Gjitobo ka skaduar sulmi i Prishtinasve, mbrojtje e mirë e Kuqezinve. Ekranet e juaja, kryetari Federatës Basketbollit Arben Fetau, kryeministri Kurti me zëvendësministrën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Osmanin. Shumë personalitete sonte në palestrën e sporteve në Prishtinë kanë ardhur për të përcjell këtë finale në cilën edhe 1-2 pikësh, 4-0 Anderson, pra tandemi dhe dyshja e cila dhe udhëheq është dyshje lidere e skuadrës së vllazнимit Mallbashiqi, atje tenton mbrojtje e mirë Gjitobo, me njëherë ati Koshi e vjedh këtë top dhe dueli mes të Davisit dhe Koshit, një start shumë i mirë i Kuqezinve. Mbrojtje fort e fuqishme atje, dy fishuan në Mallbashiqin dhe ja vodhën topin. Dy topa të humbur deri tash për Prishtinasit. Për mrekulli atje Gjitobo. Tarrant. Mallbashiqi atje për Lekëndreajn, mbrojtje fenomenale Kuqezimit. Tarrant betët i vetmuar dhe përgjigjet me treshën e parë për 6-3. Është ky shënimi i parë i Prishtinasve pas 3 tentimeve të huqura. E katërta e vërtetë ishte për Prishtinasit. Tarrant me treshe, Gjitobo rëshet atje. Mbrojtje mirë e Mallbashiqit dhe faul i Don Poloshkës e pat përvojën e Mallbashiqit, i cili mbështet me trup tek Gjitobo, e detyroi që ai të shkon pak mrapa dhe pastaj u tërhek duke e detyruar 213 cm-shin që të bjen. Fauli Don Poloshkës nuk lejon organizimin e sulmit të Tarrantit. Edhe një tentimi i Riki Tarrantit dhe me 2 treshe të një pas njëshme, dum e barazon rezultatin. Pas 3 huqeve nga loja, 2 të radhës e gjenë cakun të 2 treshe Poloshka. Janë statik atje Hellems dhe Anderson dalin jashtë, luan 1-1 Jerry Cole Hellems, i cili depërton daljet nga Lekëndreaj, realizon do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë, 6-8. Hellems, i cili është lider në përgjithësi, koshashënuesi më i mirë i ligës unike me një mesatare për 22 pikëve. Nuk e huq, nuk i dridha dora. Jerry Cole Hellems ka një efikasitet prej 80% nga vija gjuajtjeve të lira. Loj për 3 pikë, kosh dhe faul i Hellemsit për të rikthyer 3 pikë përsi për paksa, nuk e vjedh atje pasimin e Lekëndreajt Mallbashiqi. Lekëndreja i vetmuar Tarrant. E hap prapa, mbrojtje e mirë e Gjitobos. Bukur atje për mrekulli. Depërton Poloshka dhe pason të kapiteni Koshi, i cili ndalet në mënyrë të paljuar nga Mallbashiqi. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira Atiku. Në këto 5 ndeshje të zhvilluara në Ligën Unike, si vetë kapiteni ka pasur vetëm 2 gjuajtje të lira. Një e ka shënu, një e ka huq, të shofim. Herën e parë sonte Isak, 10-6. Minuta e 15 sekonda lojë në finalen e Ligës Unike 2025. Koshi realizon lojtari me numër 11, pikën e 11. Riki Tarrant atje reagon, kërkon rishikimin e situatës. Do të rishikohet situata, sepse Riki Tarrant atje
topi mbetët vendimi. Ricky Tarrant ishte ai fundit I cili luajti me top dhe sfida e Ricky Tarrantit ishte e pa suksesshme. Helms, Gjitobo me blok atje. Anderson lëvizje mashtruese nga ana e kundërt, po Fisnik Rugova ja teron si me magnet ja zën topin. Kërkon kundërsulm të shpejt atje Bilge, mirë po Tarrant është I ngadalshëm, e komplikoi shumë me driblimin e tij, ndërsa në anën tjetër e pati të lirë Lek Andrej. Jo vetëm Ricky Tarrant, por edhe playmaker tjerë në Kosovë. Me të vërtet parim është me çu kokën lart edhe me pa nëse kanë mundësi me dhon pasimin e shpejt, por kjo nuk po ndodh. Me kokët e poshtë nuk driblohet, sidoqoftë. Malbashishi depërton atje, bukur me përvojën e tij realizon për 11-8. Pikët e para të Mahalbashishit. Poloshka, bukur atje rollingi Don Poloshkës së ndalët. Helms, shumë statik nuk po shkojnë në bloka atje si duhet. Gjitobo lufton dhe shkakton gabim në hapa mbrojtje e jashtëzakonshme e Mahalbashishit. Është veterani 35 vjeçar, e ka përvojën e tij, thash para 3 viteve ishte pjesë e Euroligës me Monakon, me bukur atje depërton Gjitobo, mirë po gabon në pasim, ngutet atje Gjitobo. Se nuk gaboj, Prishtina I ka deri tash 2 topa të humbur dhe 1 top të humbur e ka vllaznimi, ullet për të pushu Don Poloshka. Në vend të tij Ariana Zemi. Me rolin e playmakerit. Organizuesit të lojës pick and roll. Sa bukur atje depërton deri në fund dhe posa hyri në lojë. Realizoi për 13-18, depërton deri në fund. Dalet edhe në mënyrë të palior, do të ketë edhe një gjuajtje të lirë Ariani. Edhe njëherë ta shohim për mrekulli nga ana e kundërt e tabelës, e kërkon kontaktin në anën e djathtë. Elshon topin për mrekulli. Kapiteni Rugova u detyrua të ndalë në mënyrë të paliuar. Realizon edhe gjuajtjen e lirë për 14-8 në fakt. E rikthena te përsin maksimale për 6 pikë nga fillimi. Malbashishi me pivotin e tij. Fis Rugova atje në brendi. Gjitobo shkakton personale. Është kjo personalja e parë e Jason Gjitobos. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Fisnik Rugovën. Fisi për ndryshe nuk ka ekzekutuar asnjë gjuajtje të lirë në ligën unike, në 2 ndeshjet të cilat I ka zhvilluar, I ka luajtur si vjet. Është tentimi I tij I parë dhe është I suksesshëm. Përgjigjet në atë gjuajtjen e lirë më herët Ariana Zemit, me 14. Pika e parë e Fisit, edhe herën e dytë është I saktë për 10-14. Azemi përballë ka Davisin, depërton deri në fund, edhe një herë, edhe një depërtim. Një përplasje atje. Pa qëllimshme, nuk ishte duke shikuar atje Ariana Zemi, po kjo dhe në veshk është goditur, po çdo gjë kaloi fort I fuqishëm është korpulenti Mahalbashishi, 16-10 rezultati. Sa bukur e pa atje dhe asistoi Mahalbashishi për Fisnik Rugovën. 16-12, asistim fenomenal I Mahalbashishit. Nuk e qoj huq Rugo, Helms për treshe dhe rrallë qiet kjo, si me magnet,
çkluk topi aty mes koshit dhe tabelës. Aq fort. Shuti fort, si thonë në jargon të futbollit Helms. Ngoli topin edhe përsheshe e publikut. Pak relax. Topi disputueshëm natyrisht, kësaj here i takon Sigal Prishtinës. Davis për Tarantin, edhe një herë tenton, kësaj radhe e treta nuk është e vërteta për te, 2 tentimet e kaluara i realizoi. Helms për Arjan Azemin, kërkon lojë 1-1 dhe t'ja zbraz anën atje. Tentimi Arjan Azemit për 3 pik Helms lufton. E nxjerrin këtë top Anderson dhe Walker, lufton Helms, Walker i vetmuar mbetet atje, tenton vetreshën e realizon për 19 me 12, e përsia më e lartë deri tash për 7 pikëve. Shumë më të mirë në start lojtarët e Vllaznemit. Foul shkakton atje Trey Anderson. Edhe një herë për mrekulli atje asistimi i Jericho Helmsit. Edhe pika e Mahal Bashishit. Regjia jon fenomenale sonte. Puna përgatit kuadrat jashtëzakonshme dhe të pazakonshme nga gjitha kandet, duke fillu nga droni jashtë palestrës e deri te telefonat në palestër. Foul atje i Trey Andersonit të lashe brenda 40 sekondave. 2 faula ekspres. Bashiqi kërkon topin atje. I fishot nga Azemi dhe Anderson. Davis depërton dhe përkundër 2 fishimit nga Walker dhe Anderson, më i lartë, më i fuqishëm, afron rezultatin në 19 me 14. Helms atje me rrugovën, edhe një herë Fisniku, kapiteni e blokon Davis, depërton në brendi Mahal Bashiqi, shkakton foul në sulm. Pati atje reagime, negodime, mirë po vendimi referve ishte personali në sulm. Walker e kërkon topin atje, Anderson është ullur për të pushur natyrisht, po sa hyri në lojë Arber Sinani e detyroi Mahal Bashiqin të kërkon, dhe kjo është faul. 3 pik. Do të kenë 3 gjuajtje të lira Anderson. Shofim atje Mahal Bashiqin me Murat Bilgen, duke kërkuar nga Murat Bilge. Si duket inkuadrimin e Dion Sheshirit. Udet Lekëndre për të pushuar në lojë Muhamed Ali Anjeva në vend të Daniel Lekëndret, i cili shkaktoi foul. Huqja e parë Jericho Helmsit. Realizon 20 me 14. Ishte tentim për 3 pik. Gjutja me 3 pashtu e realizon 21 me 14. Rikëthen e përsin më të lartë sonte. Gjito bodhe Mahal Bashiqi në luft atje në postin e ullë. Mahal Bashiq kësaj radhe pse bëri për mrekulli atje rollingun, pivotin. Azemi shkon deri në fund dhe del jashtë edhe një herë. Lëvizje mashtruese e tij e kthen topin jashtë e Walker. Gjitobo dhe Mahal Bashiqi lufton atje. Gjitobo Sinani nga prapa, por nuk arrin ta vjedh këtë top. Topi do të jetë për Sigal Prishtinën, bëhet gati për të inkuadruar në lojë Josh Nzekor.
prej armëve më të fuqishme të Sigal Prishtinës, Gjosh Zekor. Sonte nuk startoj Mal Bashiq. Sa bukur atje! Arbër Sinani hidhet në parket dhe merr këtë top, ndërsa Jerry Cole Helms dalet në mënyrë të palejuar nga Muhamed Ali Janjeva. E pat saj vetë mohushëm ishte Arbër Sinani. Luftarak u hodha atje në parket dhe vodhi këtë top. Në anën tjetër, Davis dhe Janjeva e mbyllën Helmsin. Janjeva shkaktoi personale. Zekor inkuadrohet në loj në vend të Mal Bashiqit. Bëhet gati edhe Donte Clark. 7 pikë, një kërcim e një asistim. Edhe një gjuajtje e lirë e huqur e Zekorit edhe në ndeshjen e fundit këtu në Prishtinë. Jerry Cole Helms kundër Sigal Prishtinës kishte huqur 6 gjuajtje të lira në 5 minutat e fundit. 2-6 kishte qenë për gjuajtje të lira. Sonte, deri tash Helms po luan me 7 pikë. Tentim për 3, nuk ka shënim. Azemi, Helms për Walkerin, për mrekulli atje, asiston dhe Walker realizon 23-14. 1 minutë e 25 sekonda deri në fund çerekut të parë, si duket është lënduar atje Jordan Davis. Atje kemi tani një kacafytje mes të Anton Walkerit dhe Ricky Tarantit. Edhe njerë të shofim se çka ndodhi atje. Muhamed Ali Janjeva e pas ka goditur atje Davisin, jo Ricky Tarant. I kërkojnë falje njëri tjetrit. Tani kemi edhe Kuqezin të Jakovës, të cilët kanë ardhur për të përkrahur vllazimin. Atë dyja grupet e tifozëve janë prezente në palestër sonte. Këtë finalet të Ligës Unike, Davis shkon në zhveshtore, ka atje Jack Derdi nga Hunda. Jordan Davis, time out ka kërkuar trajneri i vllazimit, Jeronimo Sharin. Time-outin e ka kërkuar Murat Bilge. Ja po shihni edhe statistikat e gjuajtjeve. 2 treshet të Sigal Prishtinës, një vllazimit. Edhe njëherë Jerry Cole Helms, loja e tij fantastike. 7 pikë të Jerry Cole Helmsit, i cili ka dhe 2 dyshe të kërcimeve dhe asistimeve. Lideri skuadrës vllazimit, Walker dhe Azemi, me nga 5 pikë të realizuara, ato 5 pikë eksprese të Azemit, posa u inkuadrua në loj në vend të Don Poloshkës, realizoi 5 pikë eksprese. Kjo treshe ka realizuar 17 nga 23 pikët e vllazimit. Në anën tjetër, lideri skuadrës Sigal Prishtinës është Ricky Tarant me ato 2 treshet e tij. Dhe Visnik Rugova me 4 pikë, 2 kërcime dhe 2 blokada i ka kapiteni. Një start i shkëlqyeshëm i kapitenit Visnik Rugova në finalen e Ligës Unike. Sonte startoj me Visnik Rugovën dhe Rashid, por mrekulli atje Arjan Azemi na befasoj të gjithve, e vodhi topin, realizoj pika e tij e 7 barazot me Helmsin. 25-14, çmendet atje Bilge dhe s'ka faj.
Arber Sinani shkakton faul. E tani po luan Sharin me Azemin, po loshkën Sinanin dhe në pozitat e qendrës me Walkerin dhe Gjitobon. Do vinë gjuajtjeve të lira do të jetë Tarrant. Tentimi ti i pari suksesshëm e zbret në 10 e përsin e vllaznimit. 1 minutë e 12 sekonda deri në fund të çereku të parë. Poloshka të në pozitën e playmakerit, Azemi pozitën e shuterit. Mirë po, kërcimi atje e përmirëson Don Poloshka, Gjitobo në brendi, lufton Gjitobo. Janjeva nga prapa e blokon kundër sulmi shpejt. Tarrant shkon coast to coast nga koshi në kosh, e blokon anën tjetër. Arber Sinani ateron 2 blokada, her kreje, her andej. Luft e madhe, 40 sekonda më pak. Walker tenton, nuk realizon. Sinani lufton dhe rrugova në fund me kërcim në mbrojtje. Donte Clark për mrekulli, coast to coast realizon nga koshi në kosh për 25 me 18. Çfarë arritmi tani në këto 40 sekondat e fundit. Azemi e ka topin, Clark është për balti. Azemi dhe Clark, edhe 10 sekonda për sulmin e vllaznimit. Pick and roll atje, Gjitobo, brojtje fenomenale e Rrugovës, në zakor mirë po, edhe Don Poloshka e vjedha ato, por asiston drejt dhe në duart të Rrugovës, sepse nuk ishin të vëmendshëm atje bashkëlojtarët e tij. 25 me 20. Nervozohet edhe s'ka faj Don Poloshka që me vrikoset atje, sepse ishin të pavëmendshëm në topin e vjedhur të tij, kur tentoi ta pasoj në mënyrë që të gjuhet ajo gjuajtja e fundit në sekondën e fundit. Fis Rrugova u përball, e edhe njëherë ai koshi, prej koshit në kosh i Donte Clarkut, fantastik ishte ky depërtim. 25 me 20, ja, edhe njëherë Azemi me se ta kap topin, e he kokën, nëse t'i shtri duart, dhe te mosmarrveshjen mes të Poloshkës dhe Azemit të shfrytëzon në mënyrën më të mirë të mundur për Prishtinasit kapiteni Fisnik Rrugova, për të realizuar pikën e tij të 6 ka dhe 4 kërcime, 1 asistim, 1 top të vjedhur dhe 2 blokada. Momentalisht lojtari kryesor i Sigal Prishtinës është kapiteni Fisnik Rrugova me indeksin prej plus 14, absolutisht sonte e ka arsyetuar besimin edhe nga trajneri Murat Bilge në çerekun e parë. Një gjë e tillë ndodhi edhe mbrëm me Dion Sheqirin, i cili ishte fenomenal. Murat Bilge po starton me qendra të ndryshme në çdo ndeshje, pra, ose me Mahal Bashishin dhe Dion Sheqirin, ose me Rrugovën dhe Mahal Bashishin, nga njerë Zakor dhe Sheqirin, me vërtet ka në dispozicion një arsenal të lojtarëve 7 lot Murat Bilge. 25 me 20 në anën tjetër, fenomenal tandemi Helms dhe Azemi me nga 7 pikë secili. Helms 7 pikë dhe 2 kërcime, 2 asistime. Azemi po ashtu 7 pikë, 1 asistim dhe 1 top të vjedhur. Rivënjën e topit e bën Arber Sinani për Don Poloshkën. Kërkon që të dhe në anën tjetër. Anderson i vetuar me Gjitobo në brendi. E shty atje, është shumë korpulent Jason Gjitobo dhe më është atë lartë 211 cm, 138 kg. 208 cm dhe 105 kg Fis Rrugova. Nuk është lehtë që të mbrosh gigantin nigerian. Herën e parë e huq,
Gjitobo. Ka një efikasitet prej 80% rrallë herë I huq gjuajtjet e lira Jason Gjitobo. Sonte të dyat. Betët rezultati 25-20. Zakor, Rugova, Janjeva, Tarant dhe Clark. Pesja Prishtinase. Gjitobo, Sinani, Walker, Poloshka dhe Anderson. Zakor atje lufton. Rugova edhe njëherë faul I Jason Gjitobos I cili e përqafoj atje Fisnik Rugovën. Nuk ishte I vëmendshëm sa duhet Gjitobo. Vendosje e mirë, vendosje e shkëlqyeshme e Fisnik Rugovës I cili vazhdon të luaj. Komplet krejt qerekun e par e luajti Fisnik Rugova. Tarant përballë ka Poloshkën deporton deri te Clark. Lëvizje e bukur e Clark dhe Tarantit I cili pason për te Rugova. Tentimi I huqur, por s'ka problem. Zakor është të veni. Tarant dhe Poloshka, tentimi Tarantit për treshën e tij të tretë. Edhe një kërcim në sulm. Nevrikosat atje Sharin. Tentim. Edhe një kërcim I Rugovës. Knej tentoj të përmirësoj, nuk arriti kundër sulmi shpejt. Poloshka për Andersonin, Sinani. Top I vjedhur nga Clark, mbrojtje të mira të dyja skuadrave tani. Nga koshi në kosh, coast to coast, fluturon, Clark Gordon e çmonton për 25-22. Fenomenal është donte Clark në këto kundër sulmet e tij të shpejta atomike. Edhe njëherë topin e vjedhur shkoi deri në fund. Shikoni këtë elegancë dhe këtë simfoni ajrore të Donte Clarkut. Me të vërtet është shumë elegant, shumë lojtar elegant dhe gracioz. Donte Clark 25-22, pika tje 6. Tentim për 3 pikë përgjigjet në anën tjetër. Trey Anderson bombardon nga distanca për treshën e dytë të vllaznimit. Finale fenomenale. Definitivisht po shikojmë basketbol të bukur dhe atraktiv. Zakor lufton atje me Andersonin, Gjitobo është pranë. Dhe Zakor 28-24. Poloshka pranë tij është Shoshaj. Krijan për parsin atje, bukur e she Andersonin, koshi. Matët atje dy herë të gjuaj apo jo pranë Zakorit, e bën këtë tërhiqet prapa, por airball, lufton atje Poloshka, e shpëton këtë top drejt në duart të Janjevës. Mall Moshiqi posa rikthyer në lojë me Shoshajn parës, tenton dhe faul është ky I Jericho Hellemsit. Lëvizje mençur mashtruese e Donte Clarkut, I cili e shfrytëzoi atë hapësirën e krijuar. Edhe njerë Donte Clark me atë fluturimin pak më heret. Lart në stratosferë shkoi Clark, tentimi I tij për 3 pikë sa dhe I pa suksesshëm Hellems. Me hapin e tij të gjatë tani Hellems dhe Clark. Koshi për Poloshkën, është pozitë e tij, tenton, nuk realizon, por Hellems e përmirëson. Gjitobo mbrojtje e mirë, edhe një mbrojtje e mirë, edhe një top I vjedhur I Mahal Bashishit. Gjitobo dhe Mahal Bashish. Po shohim se Jason Gjitobo e ka shkaktuar faulin. Do të rishikohet kjo situatë. Edhe njëherë ju lutëm, referët do të rishikojnë.
Pra vendimi mbetet ai i cili ishte marrë pak më herët, sepse Jason Gjitobo e goditi në dorë Mahal Bashiqi dhe ishte faulli referuar saktësisht për Jason Gjitobon. Mahal Bashiqi do t'i ketë 2 gjuajtje të lira, herën e parë është i sakt. Pika e tij e tretë. Ka dhe një asistim dhe një top të vjedhur. Rashid Mahal Bashiqi afron rezultatin 28 me 25. 26. 2 pike përsi, e përsia maksimale e vllaznimit ishte 25 me 14 plus 11 pik në minutin e 9 të duelit. Anderson. Kur atje Anderson shtrihet, nuk realizon, lufton Helms. Lufton edhe atje ati Koshi, Poloshka nuk ngutet. Anderson i thot Poloshkës, hajde organizoj sulmin. Kërkon blokun Walker. Në brendi. Atje pikët do të pranohen nga Rashid Mahal Bashiqi. Apo jo, faul është në Walkerin, të shofim. Ndoha se kishte prekur jetën, por ishte i shtyr atje nga brapa Anton Walker, nga Mahal Bashiqi gjatë këtij tentimi për alley-oop. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Walker, herën e parë i sakt. Anton Walker, i cili ka një efikasitet prej 55% nga vija gjuajtjeve të lira, herën e parë realizon 29 me 26. Edhe herën e dytë është i sakt, e ngrite përsin përsëri në 4. Po shohim atje edhe trajnerin e Borës dhe lojtarin kryesor Adem Mekishin. Fauli Jerry Cole Helmsit ndaj Donte Clarkut. E shikon atje Sharini. Edhe pyet çka bone, as vet nuk e ka të qartë. Sa bukur, mirë bol Shoshaj, e knaq krejt në fund. Depërtimi Poloshkës, kërkon atje kontakt me Donte Clarkun, i cili shkakton faul. Për Andersonin, Shoshaj është me njerë pranë aty Poloshkës. Anderson, bloki 2 fisht, Anderson i vetuar është Helms atje prapa në treshe, por Andersoni vendos që të shkon vetë deri në fund. Realizon për 6 pike përsi. Clark, pick and roll atje me Mahal Bashiqin, por Donte Clark vendos të luan vetë, gjuan me kthim Don Poloshka, mbyllje e mirë atje. Dhe kërcim në mbrojtje i ti, ati Koshi i vetmuar tenton, nuk realizon, është hera e 3 që mbetet i vetmuar atje. I lirë, tenton për 3 pika, Zemi do të bëhet gati të rikthyer në loj. Walker atje. E Mahal Bashiqi realizon, kërkon atje faul. 32 me 28, pikë të Mahal Bashiqit. Edhe një personale e Shoshajt. Ky fauli, personalja e tret, e cila shkaktohet në Don Poloshkën nga lojtarët Prishtinës. Ati Koshi ulet për të pushu në vend të tij. Është Ariana Zemi. Topi do të rivohet nga anash, nuk ka gjuajtje të lira. Të dyja skuadrat e kanë plotësuar bonusin nga 4 faulla. Azemi në çerekun e parë pas hyrjes së tij shpërtheu dhe realizoi, kësaj radhe jo, sepse e pengoi atje Shoshaj, ndërsa kthimi në sulm të Helmsit e ndali me faul Clark. Të 2 gjuajtje të lira. Edhe një herë atje Helms.
koha për Lekëndrejajn, rikthimi në lojë të luftarit Shkodran, i cili sa herë që hyn në lojë sjell energji dhe intensitet. Të shohim nëse do ta bëj këtë kësaj radhe. Helms është Isak në tentimin e tij të parë. 7-4 është nga vijagjuajtjeve të lira, pika e tij e 8. Interesant që para këtij koshi të Helmsit nga gjuajtje e lirë edhe tash 4 lojtarë të vllazënimit i patën nga 7 pikë. Anderson, Helms, Walker dhe Azemi. Tash Helms me 9 pikë është lider. Tentim për 3 pikin Zakorit. E mbyll mirë atje Azemi Lekëndrejajn. Mbetet 34 me 28. Më pak se 5 minuta lojë deri në fund të pjesës së parë finalës Ligës Unike, edicionit të 4 të Ligës Unike. Kampioni parë ylli, i dyti Pea dhe së fundmi Trepqa. Tentim për 3 pikë nga Anderson, i pa suksesshëm. Nuk ngutet atje. Clark tani organizon sulmin. Faul i Walkerit. Do të jenë 2 gjuajtje të lira. Është ky fauli i parë i Anton Walkerit. Gabimi referve i Adhe Goqajt në shënimin e faulit ishte i Anton Walkerit. Katër pikë deri tash Clark, hera pare ti në vine gjuajtjeve të lira është i sakt. Donte Clark ashtu 100% efikasitet të ti në Ligën Unike si vjet. 31 vjeçari i lindur në Charlotte, Karolinës Veriore. Ka luajtur për University of Massachusetts në NCAA. Tentim atje i Trey Andersonit, i cili ankohet atje në faulin e Clarkut. Deportimi i bukur i pandalshëm, mirë po Walker kësaj radhe lufton atje Lekëndrejaj për Zakorin, e vjedh topin, asiston dhe nxako rezultatin në 34 me 31 afron. 4 minuta deri në fund. Azemi për Helmsin e kontrollon këtë top. Walker, mbrojtje mirë e Donte Clarkut. Helms për Andersonin, mbrojtje fuqishme e Prishtinasve në këto qaste. Azemi për ballë ka gigantin. Mahal Bashi që kalon atje për mrekulli. Edhe një herë Arjan Azemi i pandalshëm në deportimet e tij është Azemi. Ka vija fundore, u përbirua atje për vrim të Gjilpërës. Në mënyrë milimetrike atje pa hapësinën, deportoi, realizoi për 36 me 31 pika e 9 e tij, lider i skuadrës tani së bashku me Helmsin. Nëse realizon këtë gjuajtje të lirë, bëhet lojtari i parë në këtë finale me pikë 2 shifrore. Rikthem plus 6 për Kuqezin. Edhe një top i vjedhur nga Azemi, i cili realizon dhe detyron, e bën nervoz atje Donte Clarkun, e detyron trajnerin Bilge që të kërkon time out. I shkëlqyeshëm Arjan Azemi, kur po shpërthen, po eksplodon, është atomik, supersonik Arjan Azemi, i pandalshëm. Shikoni se si e vjedh topin atje Arjan Azemi, e pret dhe e din që Donte Clarku është shumë i shpejt dhe ka kërcimin e jashtëzakonshëm dhe mund ta bllokoj. Shikoni vetëm se si e lshon topin lart, bukur atje. Ja pa mundson bloku nga prapa, ja dhe nga kjo kamerë, nga ky kant fenomenal. Shikoni atje për pak e ndiu nga prapa, s'ka faj Murat Bilge. 4 topa të vjedhur, shumë shpejt, pra në anën tjetër ishte ky topi 8 i humbur i Sigal Prishtinës. Shohim edhe vllazënimin, krahasimet e skuadrave. Definitivisht ishte ky aksioni më i bukur i lojës
i ndeshjes deri tash nga Dante Clark. I tregon kjo vajzë muskujt atje, treshja Andersonit.